Një gjë tjetër që do thoya ndoshta nuk e ceka, ndoshta nuk ka vend për këtë pyetje, ndoshta edhe lidhet, po unë them tu ta heqim sa më shumë edhe këtë pjesën e bullizimit. Bullizimi është shumë i keq për mendimin tim dhe kjo nis në fëmijëri. Këtë e kam has edhe duke shku për pjesën për të zhvillu talentet dhe për të bërë pjesë të Lezhë Talent, se ne shkojmë për shkolla dhe na e thojnë fëmijë aty nuk vi thot për të dalë aty në skenë sepse na bojnë meme shokët ose shoqet. Nëse ti e fëmijë dhe do bësh meme një që del në skenë për të kënu ose për ndërpërtu ose çfarë do lloj gjëje tjetër. Kështu që ja u them prindërve mos i vënë fëmijët as prej këtyre bullizimit, sepse nëse fëmia do i thotë që unë do marr pjesë tek një aktivitet kulturor, mos të jetë ai prindi që t'ja ndërpresë jo po ti s'je për atë punë ose ti s'bën për atë punë. Ti thoje shko, shive, nëse bën merru me atë dhe pse jo, se ndoshta nga një diçka shumë e vogël, ndoshta nga një nisëm shumë e vogël mund bësh artist shumë i madh, kështu që